Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell. Në këtë episod të veçantë ndodhemi në Kosovë, ku ishim të ftuar në një ngjarje të jashtëzakonshme dhe tepër ekskluzive. Gala e investorëve, një mbrëmje e kuruar në çdo detaj, që mblodhi investorë të përzgjedhur nga Shqipëria e Kosova, me një fokus të qartë, mundësitë e investimit jashtë vendit, konkretisht në Dubai. Në ambientet luksoze të Marriott Hotel Prishtinë, organizatorët prezantuan vizionin dhe strategjinë e tyre, ndërsa një fjalim dhe prezantim i veçantë u mbajt nga Dill Architect Kristian Cuku, i cili ndau me të ftuarit qasje konkrete, strukturë investimi dhe perspektiva reale për tregjet ndërkombëtare. Po organizojmë këtë event për me ju pru një mundësi investimit për cilën ne kena shumë vite që punojmë. Për ne tregu i Dubait nuk është thjesht një qytet i bukur, nuk është thjesht një mundësi për shit blerje, por është një mundësi për me bërë një investim në një treg dinamik, në një treg i cili po rritet, në një treg i cili ka likuiditet të lartë, edhe ne me eksperiencën tonë kena strukturu një mundësi investimit të cilën do ta prezantojmë sonte në 6 pika të shkurta. Sonte kjo natë është për ju. Për pranishëm ishin vetëm të ftuar të zgjedhur, një audiencë elitare e përbërë nga sipërmarrës, investor dhe vendimmarrës të bashkuar nga një interes i përbashkët, përvjete dhe zgjerim për te kufive. Qëllimi është i thjeshtë, ta kthejmë çdo pronë në një aset me fitim më të lartë, sidomos në zonat më konkurruese të Dubait. Sot do të shohim kush jemi ne, si funksionon modeli ynë STR, Short Term Rental, dhe pse zonat tona performojnë më mirë. Çfarë fitimesh mund të prisni nga ne dhe si mund të rrisim të ardhurat tuaja që nga tash. Te Noviti kemi vetëm një fokus, performancën. Menaxhojmë një njësi premium në zonat më luksoze të Dubait. Prej momenti që ne e marrim në menaxhim apartamentin e juaj, ne e sigurojmë që ta listojmë në platformat më të mira që të kemi fitim gjithmonë të lartë. Kur e marrim në menaxhim atë listim, për shembull, që nga fillimi ne për investitorët kujdesemi që ta menaxhojmë në mënyrën më të mirë të mundshme, ti sigurojmë fotografitë profesionale, rregullimin brenda apartamentit. Pas prezantimit, mbrëmja vazhdoi me një darkë elegante, me meny 5 pjatëshe ku pjesëmarrësit patën mundësinë të shkëmbejnë ide dhe të krijojnë lidhje të reja dhe të forcojnë rrjetin e tyre profesional me një atmosferë intime dhe ekskluzive. Kjo galë ishte vetëm fillimi i një programi 3 ditor, i cili u pasua nga konsulta intenzive dhe personale të drejtuara nga vetë Kristian Cuku.
duke ofruar udhëzim të drejtë për drejtë dhe strategjik për secilin investor. Dhe për ju, para kamerave, patë mundësinë të realizojmë një intervistë ekskluzive me Kristianin, ku ai ndan më thellë vizionin e tij, filozofinë e investimit dhe arsyet pse tregjet si Dubai po bëhen gjithnjë e më tërheqës për investorët nga rajoni ynë. Një ngjarje që nuk ishte thjesht një gala, por një platformë vizioni, strategjie dhe rjetëzimi i një niveli shumë të lartë. Të gjithë kemi atë detyrim moral kur bëjmë pak para, sidomos ata që jetojnë jashtë vendit, kanë shumë dëshirë, shprehin dëshirën e madhe për të blerë shtëpinë në fshatin e babait apo të blejnë një banesë ose një penthouse në kryeqytetin e vendlindjes. Por ne sot nuk do të flasim për para, ne sot do të flasim për ata që i bëjnë ato. Kam përballë një zotëri që ka vendosur të ecë kundër turmës. Ai ndjek tregjet globale. Mirë se erdhe me mua, Kristian Cuku, për Te Kufive. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi. Kristian, kemi ndjekur me dëshirën më të madhe dhe këtë e bëjmë gjatë gjithë kohës, sepse ju ndjekim në Instagram, në rrjetet tuaja sociale, dhe ju shohim me një titull që mua më pëlqen jashtëmadse shumë, i cili është Deal Architect. Nga rrjedh ky titull? Titulli Deal Architect nuk është thjesht një titull, por është një evolucion i negociatave. Ne si kompani e kena filluar duke e bë profesionin ton si specialistat e fushës ton, pas specialistit vjen strategu, pas strategut është negociatori, dhe kur i kalon të gjitha këto faza nuk janë më mjaftueshëm për nivelin e klientave me të cilët ne punojmë, prandaj ne na është dashur më u evolu edhe më shku te Deal Architecture, që është arkitektura e një marrëveshje të cilën ne e ndërtojmë që nga fillimi vet. Përkundrazi nga negociatat që ne marrim dy mundësi që kena në tavolinë dhe mundohen atë të marrim më të mirën nga këto dyja për të krijuar një win-win situation. Por në këtë rast ne gjenerojmë 3 fitime, pra win-win-win, edhe për këtë duhet një Deal Architecture. Si ju? Kristian, ata që ju ndjekin, me siguri dhe publiku ynë, ka dëshirë të di pikën zero. Nga vjen Kristiani? Si ka filluar çdo gjë? Nga nisi? Kristiani nis në Shkodër, në një familje shumë të mirë, në një familje shumë të përkushtuar për rritjen edhe zhvillimin temave të familjes. Unë lindi si një sportist, aty kam gdhendur egon time. Fatmirësisht sporti që unë kam aplikuar është një sport individual, edhe egoja me të cilën sot eci në jetë është një ego individuale. Nga Shkodra kam filluar rrugtimin tim të migracionit pas përfundimit të universitetit. Kam jetuar për 8 vite në Itali, 2 vite në Angli, 2 vite në Australi, edhe tani 5 vitet e fundit jam në Dubai. Gjithmonë për Te Kufive. Për Te Kufive ka qenë motoja jeme në jetë. Kjo do kishte qenë pyetja ime e radhës. Kur ka filluar tregu lokal, ai në Shqipëri, të bëhet i padëshirueshëm, ose kur ka qenë momenti që ju keni thënë unë dua të luaj në ligën globale? Formimi jem që në vogëli dhe investimi i familjes ka qenë shumë i madh, me shkolla, me kurse, me aktivitete jashtë-shkollore. Edhe tregu lokal nuk kishte hapësinë për përgatitjen që unë kisha dhe për përgatitjen që familja ime kishte investuar në mu. Unë nuk e kam filluar me biznes që në fillim, kam njeh të gjitha shkallat e suksesit që nga punë më të thjeshta deri tani që kena kompaninë tonë edhe ma shumë se 40 punëtor në gjithë botën. Suksesi nuk erdhi rastësishëm. Suksesi ishte një shkallë shumë e gjatë të cilën ne dashuruam me çdo hap të saj në rritje. Faleminderit që na lejuat të kuptojmë pak më shumë se nga vini dhe kush jeni, por unë kam shumë dëshirë të flas pak për ato plagët tona. A gabohemi ne që investojmë, akoma mli ta them në mënyrë popullore,
tek shtëpia e babës. Po të flas me një ftofësi shumë të madhe, po gabojmë. Ne gabojmë kur investojmë tek shtëpia e babës, por gabojmë edhe kur investojmë tek shtëpia jonë. Në të gjithë botën, në të gjithë librat financiar, shtëpia ku ne jetojmë është një liability, nuk është një asset. Është një shpenzim, nuk është një fitim. Po të marr shembullin më thjesht, në qoftë se unë jetoj në shtëpinë time dhe diçka prishet në shtëpinë time, unë do ta zëvendësoj atë me më të mirën që tregu ofron. Pra do të gjeneroj disa shpenzime të cilat janë të panevojshme. Prandaj ne mundena me investu edhe me lëshu me qëra për me gjeneru një fitim nga investimet tona në real estate, edhe shtëpinë që ne jetojmë duhet të jetë patjetër me qëra. Qalojmë në diku tek logjika jonë tradicionale? Ne jena shumë të përfshim emocionalisht kur flitet për investimet. Është një moment shumë delikat, sidomos investimi në real estate është një ndër pikat më delikate të jetës tonë. Por kur e përzim këtë moment me ndjenja emocionale, me patriotizëm, edhe me shumë programime që ne i marrim nga jashtë, investimi nuk është më ai duhuni. Atëherë le të kalojmë tek një përshtypje, domethënë më la një përshtypje teknike në rrjetet e juaja sociale, ku flisni për terma si leverage dhe plan pagese 30-70. Këtë pyetje po e bëj për shumë shqiptarë që na ndjekin, që janë mësuar, sidomos për ata që janë mësuar paguajnë cash. Si është e mundur që një return of investment kthehet 100% vetëm kur janë 30% investuara nga investimi fillestar? Është kjo ajo fuqia e Dubait që ne nuk e kuptojmë? Plani pagesës është instrumenti financiar më i fuqishëm që Dubai ofron sot për sot. Edhe këtë plan pagesët dhe këtë instrument financiar ne e vëmë në dispozicionin e investitorëve tanë. Për me e bë në mënyrë shumë më të thjeshtë të kuptueshme nga njerëzit, ne mundena me investu në një pronë 1 milion euroshe duke paguar vetëm 300.000 euro. Mundena me ble një banese të cilës i kushton metri 10.000 euro metri katror, ne e blokojmë atë me 3.000 euro metrin katror. Dubai e mundson këtë plan pageset sepse ndërtuesit e mbarojnë ndërtimin me lekët e veta edhe jo me lekët e investitorëve. Lekët e investitorëve depozitohen në... Do kalojmë dhe te kjo pikë pak më vonë, sepse ka një sistem tepër interesant për të cilin dhe ju flisni në rrjetet e juaja sociale. Po para se të shkojmë te kjo pikë, kisha dëshirë të kaloj të qëndroj akoma tek vendlindja dhe siguria që ne e ndjejmë këtu në thojza. Kristian, me padyshim është tepër e vështirë, mendoj unë që është e vështirë për ju të bindni një investitor, ose si e bindni, le ta bëjmë si pyetje, të investoj në një patundshmëri që ai enda se ka parë me sy, ne nuk i imagjinojmë do të paguajmë diçka që ne as nuk e kemi prekur. Ta bindni që është më mirë të bëhet ky investim se sa një pallat në bllokun e Tiranës apo në fushë Kosovë. Politikat edhe strategjitë e kompanisë tonë nuk janë bindja dhe shitja. Politika që ne kena përqafu si kompani është vetëm edukimi. Ne mundohena që nëpërmjet rrjeteve tona sociale, me strategjitë tona, në rastin tëm specifik unë kam përdorur edhe strategji provokuese për me tërheq vëmendjen, por me strategji në total të gjitha janë edukuese. Ne mundohena me eduku klientin ton. Pse investimi në real estate, pastaj shkojmë edhe e shkallëzojmë pse Dubai, pse kjo lagje, pse kjo investitor, pse ky plan pageset, edhe ne mundohena që t'i edukojmë ata. Ato investitorët tonë kur vinë te ne janë të përgatitur, edhe diskutimet që bëjmë janë shumë ekonomike, ne flasim vetëm me numra, nuk flasim për kati, pamja, kanni, shikimi. Është shumë më i ftoftë. Mënyra investimi që ne propozojmë është shumë më i ftoftë sepse kena përdor edukimin paraprakisht. Cilat janë gabimet që bëjnë bashkëdhetarët tanë? Kosova, aty kam shifra të sakta, investon në vit rreth 1.3 miliard euro çdo vit. Dhe të gjitha këto para vinë në Kosovë. A i shihni ju këto si investimet, nuk do të thoya të gabuara, po jo strategjike? Në qoftë se ne diversifikojmë në mënyrë proporcionale investimet tona,
unë tham që një pjesë e mirë duhet jetë edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, ne duhet investojmë në vendin tonë, por ne në asnjë mënyrë nuk duhet të humbim mundësi si është rasti i Dubai. Dubai nuk është thjesht një shtet, nuk është thjesht një emirat, nuk është një qytet, nuk është një dinamik, është një moment. Dhe ne kur ofrojmë mundësi investimit në Dubai, ofrojmë mundësinë e investimit në momentin e duhur dhe në vendin e duhur. Një në problematikat më të mëdha që kena pas ne si komp, ka qenë mos pjesëmarrja në shumë ngjarje botërore të mëdha që kanë ndodhur. Mund të përmendni një ndër ta interneti në vitet 90, ne nuk kena kënd përgatitur kulturalisht me pas një qasje aty, mund të përmendim krizën e vitit 2008. E vetmja mundësi e madhe që ne kena pas për me investu, për me marrë pjesë në diçka të nivelit botëror ka qenë Covidi. Çdo person që ka investuar në kohën e Covidit, pothuajse e ka 10 fishu investimin e tij. Dubai na ofron të njëjtën mundësi, një pjesëmarrje. Ne edhe sikur një proporcion shumë të vogël të investimit tonë ta bëjmë në Dubai vetëm për pjesëmarrje, që mos na ikun edhe kjo mundësi si shumë mundësi tjera që na kanë ikë. Le të kalojmë te garancitë. Ka një shprehje popullore thuhet frika ruan dhe vrestin. Shumë njerëz kanë dëgjuar histori nga më të ndryshme, dhe në Shqipëri, dhe këtu në Kosovë, ka ndërtues që kanë marrë të gjitha të ardhurat e investitorëve, pa ndërtuar objektin dhe janë zhdukur. Në video tuaja, ju flisni dhe përmendni një escrow account, është një buroj, duket një model tepër interesant dhe kam dëshirë të di më tepër rreth këtij mekanizmi. Si funksionon kjo? Escrow account është një llogari bankare e përbashkët mes ndërtuesit dhe qeverisë së Dubait. Të gjitha fondet e investitorëve tonë depozitohen në këtë llogari, siç e preka më përpara. Investitori ka 100% të fondeve për ta filluar dhe për ta mbaruar projektin. Pra, lekët e blersave nuk preken për ndërtimin e projektit. Ky është një mekanizëm, si e përmend ti, i cili besoj është mekanizmi më i fortë që Dubai ka ofruar për garancinë e investitorëve internacional. Shumë interesante. Ju flisni gjithashtu dhe për një SPV, është një strukturë që përmendni vazhdimisht dhe këtu bëhet fjalë ose siguroni njerëz që nuk kanë dëshirë të humbin lekët rrugës. Është e vërtetë kjo? SPV-ja ose Special Purpose Vehicle është një instrument financiar i sofistikuar të cilin ne e aplikojmë në kompaninë tonë më të re që kemi hapur në Zvicër. Me anë të SPV-ve ne garantojmë grumbullimin e fondeve të disa investitorëve për të forcuar kapitalin dhe për të bërë një investim të një game më të lartë se sa mund të kishin bë individualisht. Kristian, këto tema për shumë njerëz që na ndjekin janë të panjohura, shumë njerëz për nesh as nuk kanë qenë ndonjëherë në Dubai dhe i shohin si shumë të largëta. A keni një shembull specifik për gjithë këto gjëra që ne sapo përmendëm? Për shembull, për escrow account, si e keni një shembull konkret të një klienti? Për escrow account, unë mund të marrë një shembull jo të një klienti, por mund të marrë një shembull të një jete personale. Një çift, ku gruaja punon dhe burri punon, ata dy bashkë vendosin me bërë një llogari bankare të përbashkët, të cilët asnjëri nuk munden me prek derisa fëmia e tyre të bëhet 18 vjeç. Pra kjo është një llogari bankare me një klauzolë. Në rastin e Dubait, klauzola është përfundimi i projektit. Klauzola është përfundimi i projektit. Escrow account është një instrument i cili e detyron ndërthojza ndërtuesin që ta mbarojë sa më shpejt ndërtimin. Edhe kjo është edhe arsyeja pse nuk ka vonesa në tregun e Dubait, sepse ndërtuesi është i motivuar ta mbarojë në kohë ose para kohës ndërtimin në mënyrë që ta zhbllokojë këtë llogari dhe të përfitojë investimet e klientëve. Këto graxhela kaq të mëdha sa shikojmë në foto, në televizor, në reklama të ndryshme që janë tepër ekskluzive. Sa kohë duhet për t'i ndërtuar? Zakonisht për arkitekturën moderne dhe për zhvillimin e arkitekturës të sotme, kur këto ndërtesa dalin nga toka, kur mbaron pjesa e basement ose nën tokës, në Dubai ne mund të thojmë pa frikë që ndërtohet një kat në javë. Pra 52 kate për një vit, 104 kate për 2 vite, dhe kjo është time frame i ndërtimeve në Dubai. E pabesueshme. Ndërkohë që në Shqipëri edhe në Kosovë zgjat vite derisa të ndërtohet. Fatkeqësisht
Në Shqipëri dhe në Kosovë, siç e përmendëm, ndërtimi bëhet me lekët e blersave edhe me lekët e clearingut. Në Dubai nuk funksionon kështu. Në Dubai, para se të merret leja projektit, zhvilluesi ka treguar që ka 100% fondeve për ta realizuar këtë projekt. Nëse unë do isha investitore, sapo kuptova që në momentin që unë investoj në Kosovë apo në Shqipëri në ndërtim, faktikisht vetë për faktin që ndërtimi zgjat kaq shumë, ne kemi humbjen e kohës, ndërkohë edhe inflacioni bën humbjen e të hollave. Unë ta thash edhe më përpara, Dubai nuk është thjesht një vend ose një mundësi investimi. Dubai është koha e duhur në vendin e duhur. Edhe për gjithë skeptikët, edhe për gjithë nacionalistët që mendojnë se pse po investoj jashtë, pse s'po marr lekët e mia në vendin tim, i ftoj të vinë të investojnë në Dubai për 2 deri në 4 vite të dyfishojnë fondet e tyre, pastaj të vinë me 2 fishin e lekëve dhe të investojnë në tokën non. Kjo gjë më ka rënë shumë në sy në rrjetet e juaja sociale. Unë vi vetë nga sektori i shitjeve dhe çfarë më ka rënë dominon është që ju nuk keni tendencën për të shitur në rrjetet sociale. Ju kam atë bindje që keni dëshirë të edukoni njerëzit në nivel tepër të lartë financiar, si t'i shpenzojnë të ardhurat, ku mund të investojnë dhe pse duhet të investojnë. A është kjo një qasje edukative? Është një strategji shitje? Mund të jetë një strategji shitjet, por në mënyrë gjërë mund të them që është një qasje edukative që ne përgatisim klientin ton para se të vinë në tavolinë me folë me ne. Në mënyrë që ne i ndajmë informacionet, të gjitha informacionet që ai ka nevojë të dëgjojë, jo sepse nuk i din, por sepse tregjet në vendet ndryshme të botës ndryshojnë, dinamikat ndryshojnë, rregullat ndryshojnë, mundësitë e investimeve janë të ndryshme. Në princip të gjitha vendet e botës real estate në gjithë botën funksionon njësoj, por pastaj ndahet. Disa shtete ofrojnë instrumente financiare të ndryshme, disa kompani aplikojnë teori dhe strategji të ndryshme për investimin e klientit. Kurse ne të gjitha këto i përmbledhim në marketingun ton edukues për me i përgatit. Cili është feedbacku që merrni nga shqiptarët? Ju kontaktojnë ende dhe ju pyesin sa është metri katror? Apo janë më të informuar? 95% e tyre lirohen emocionalisht duke bë komentet këqija dhe duke çuar mesazhet pa nevojshme. Okej. Por ne edhe këtë pjesë e menaxhojmë shumë mirë. 5% e tyre na bëjnë pyetje të cilave ne i japim përgjigje duke skeduluar një Zoom meeting, lajm takime, flasim, i orientojmë, mundona me e kuptu dëshirën dhe pozicionimin e tyre ekonomik. Se është shumë e rëndësishme që ne të jena të hapur. Me shqiptarët nuk është shumë e thjeshtë, por ne duhet ta fillojmë bisedën që nga buxheti. Kristian, ekzistojnë dhe shifra për shitjet që keni bërë gjatë 5 viteve të fundit. Cila është ajo? Mund na e thoni edhe në 5 vitet e fundit. Për te kufive? Për te kufive, në 5 vitet e fundit, ne në Dubai kena bërë më shumë se $1 bilion shitje. Wow. Është një shumë tepër e konsiderueshme. Është e konsiderueshme, po të bëjmë një matematik thjesht, jo shumë e madhe. Jo shumë e madhe për vlerat të cilat qarkullojnë në Dubai. A shumë e madhe kur e dëgjojmë ne në tregun shqiptar, se ne kena tendencën të bëjmë krahasime gjithmonë me sa më kushton mu shtëpia, sa kushton lagja, sa ka kushtuar ky projekt. Por për tregun e Dubait është një vlerë shumë e rëndësishme, shumë e madhe, për ambicjet tona është vetëm fillimi. Afrika. Një treg tjetër që ju ofroni. Është treni i fundit ky për ato që se kanë kapur për në Dubai, apo është një tjetër mundësi investimi që për shqiptarët është për shumë është e pa imagjinueshme faktikisht. Ne në portofolin ton kena më shumë se 16 shtete, të cilat ofrojnë mundësi investimit. Ne ofrojmë të gjithë bregdetin Adriatikut, që nga Slovenia deri në Vlorë, edhe nga Vlora deri në Greqi ofrojmë të gjithë bregdetin e Jonit. Afrika është një ndër tregjet që ne ofrojmë. Ne sigurohemi që ana ligjore dhe mbrojtja e klientit ton të jetë gjithmonë e pa diskutueshme. Dhe pastaj kur ne kena marrë këtë garanci ligjore dhe këtë siguri të investimit tyre, kufit nuk janë më të rëndësishëm. Ku e shihni ju investorin shqiptar pas 5 vitesh?
Edhe në mentalitet do kisha dëshirë ta shoh. Investitor shqiptar... Akoma tek tulla e fshatit apo si investitor global? Investitor shqiptar janë investitor shumë të sofistikuar. Ne kena tendencën me paragjyku investitorin shqiptar, por për eksperiencën time personale ne kena klienta të sofistikuar, të përgatitur financiarisht, që e din atë që kërkojnë, e din buxhetin që kanë, e din kapacitetin, edhe e kuptojnë në rastin tonë marketingun ose ofertën tonë. Investitori shqiptar mas 5 vitesh për mendimin tim, ne jena në shekullin e artë të shqiptarëve, shqiptarët po shnisin tonë botën, kudo që ne dëgjojmë për shqiptar janë super suksesshëm, janë brezi i dytë, po flasim për ne të Shqipërisë, brezi i dytë se 35 vite që ka fillu për rrugtimi jonë i emigracionit, duhet të konsolidojmë trashëgimin financiare, trashëgimin kulturore, edhe duhet të konsolidohemi me breza, sepse në tavolinat e mëdha botnore nuk mjafton që ti jesh i pasur, nuk mjafton që ti jesh i suksesshëm, por duhet të kesh edhe një background. Me fjalë thjeshta ne duhet ta hellim poshtë atë mitin djali baba i ban e djali i han, thojmë në Shkodër, qose e kalojmë këtë mundën allmull në tavolina më të mëdha botërore. Keni shumë të interesuar dhe nga diaspora? 80% e klientelës tonë është nga diaspora. Jena të fokusuar shumë në Dutch area, në Zvicër, Austri dhe Gjermaninë e Jugut, nga ku kena numrin më të madh klientave, i kena të proporcionuar mes shqiptarëve të Shqipërisë, të Maqedonisë edhe të Kosovës, investitor shumë të suksesshëm edhe investitor shumë inteligjenta, sepse investimi i tyre në Dubai nuk është thjesht një investim, por është një diversifikim. Kristian, ne kemi një traditë këtu në emisionin tonë, që mbyllim me të vërteta të shpeta. Përgjigjemi me mit apo fakt. Atëherë, mit apo fakt. Pasuritë e patundshme në vendlindje janë investimi më i sigurt në pleqëri. Mit. Kjo do më interesante, në të vërtetë a dija pse. Është një mit sepse ne nuk mund ta parashikojmë se ku do ta pleqërojmë jetën tonë. Jeta sot është shumë dinamike, përtej kufi ashtu siç e keni edhe ju emrin e emisionit, ndoshta fëmijët martohen diku jashtë vendit, ndoshta ne dëshirojmë të shijojmë nipat, mesat, prandaj unë tham është e pa llogaritshme, ndryshon jeta dhe ne përshtatena. Dhe unë mendoj që ne jemi të lirë sot, kështu që mund vendosim të jetojmë ku duam. Prandaj ekzistojnë në zyrat tona të shpërndarë në vendet ndryshme të botës për me e bë këtë mundësi një realitet. Edhe shqiptar folës, kjo është gjëja më e bukur që edhe konsulencën mund ta marrim në gjuhën shqipe. Të investosh jashtë kërkon miliona euro, kjo nuk bëhet me një rrogë gjermane apo me një zviceriane. Edhe ky është një mit, sepse si e folme më përpara ekzistojnë instrumenta financiare të cilat e bajnë të mundshëm investimin edhe me sasi të vogla, me payment plane, me pagesa mujore, me pagesa të shpërndara gjatë vitit sipas nevojave tona dhe sipas mundësisë tonë të investimit. Fitimi në Dubai është i pa tatimuar. Në Europë të mbysin taksa. Është fakt, në Dubai nuk ka taks mi fitimin, nuk ka taks mi rritjen e vlerës të kapitalit. Në Dubai taksohen vetëm korporatat, vetëm bizneset, edhe ai është një taksim shumë i thjeshtë, quhet flat tax, që është 9% edhe krahasim me shumë vende të botës. Shpërballueshëm. Ndërkohë që në Gjermani kemi 35%. Ne në Dubai 9% edhe jetojmë në vendin më të pastër në botë, më të sigurt në botë edhe me rritjen më dinamike sot për sot në botë. Në një rrugë, emrit Sheikh Zayed Road, shpresoj ta kem shqiptuar mirë, është gjithmonë investimi më i mirë dhe është një zonë në zhvillim. Është fakt, Sheikh Zayed Road është rruga më e rëndësishme e Shtatë Emirateve, rruga e cila lidh të Shtatë Emiratet bashkë me aksesibilitetin më të madh për të gjitha projektet që do zhvillohen në këtë zonë. Afrika dhe Dubai
është tepër e rrezikshme si investim për një investor mesatar shqiptar. Është mit se siç e kena përmendur gjatë intervistës, ne si kompani sigurohena që para se të prezantojmë një investim, sigurohena që t'i kena kalu të gjitha filtrat ligjore edhe të gjitha kontrollet mi ndërtuesin, mi zhvilluesin, edhe asnjë projekt në cilin ne propozojmë nuk përban një rrezik. Pjesa ligjore është shumë fish më e rëndësishme se sa lokacioni i pronës. Ky është fakt. Ne duhet gjithmonë të sigurohena për çfarë po firmosim, duhet të lexojmë kontratën me detaje, duhet jena shumë të informuar për çdo firmë që vendosin në vende të ndryshme. Strategjia vlen më shumë se paraja në dorë. Kjo është 100% fakt. Pa strategji, paraja nuk do të merrte vlerë. Kristian, sipas intervistës që bëm sot bashk, unë kuptova që logjika fiton mbi emocionin dhe me padyshim marrë informacionet që morëm mjaftueshëm sot. Është çelësi i suksesit. Është një indikator shumë i rëndësishëm. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot me ne. Faleminderit juve. Edhe ju uroj në vazhdimsi shumë suksese. Do t'ju mbajmë në vëzhgim, shpresojmë na ftoni në Dubai. Me kënaqësi. Kam shumë dëshirë t'i prek edhe t'i shoh gjërat nga afër. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Atëherë intervista përfundoi këtu, por ju në vazhdim do të ndiqni një insert tepër të rëndësishëm nga një zyrë kontabiliteti këtu në Kosovë, ku do t'informoheni se pse investimet jashtë vendit janë kaq të rëndësishme. Me mua Melbora Gurën për Tek Kufive. Natën e mirë dhe mos harroni të na ndiqni, do të diel në orën 6. Natën e mirë. Mirë se erdhët në AAC. Unë jam Gjeneta Bahtiri, kontabiliste e certifikume. Kompania jonë mirret me kontabilitet, auditim dhe këshilla financiare dhe tatimore. Unë si një atë dashëse, fillimisht i kisha inkuraju të gjithë investitorët vendor dhe ata të huaj të investojnë në vendin tonë, sepse edhe këtu ka një infrastrukturë të mirë për investim. Mirë po, në kohën që ne po jetojmë, bota është bërë shumë e vogël, edhe mundësitë për investim në vendet të ndryshme, në tregjet të zhvilluara botërore është shumë e madhe. Secili vend ka kompleksitetin e tij, edhe çka është e rëndësishme për ata që dojnë me investu në vendet e huaja për ta, është të konsultohen me njerëz ose profesionist, si që janë kontabilist dhe avokat të licencuar, të njihen me ligjet dhe rregullat, procedurat administrative të atij vendi, sepse disa vende kanë edhe kushtëzime për investitor të huaj, sa i përket pronësisë, tatimit në pronë, kanë ndryshim mes tatimit në pronë dhe tatimeve kapitale, pastaj është shumë e rëndësishme me u njoftë dhe me u mirë interpretu marrëveshjet që ka i vend me vendin e origjinës për heqjen e taksave të dyfishta, procedurat urbanistike. Sigurisht që edhe në Kosovë duhet të deklaruar të gjitha të hyrat që mirën edhe jashtë vendit, dhe në administratën tatimore të Kosovës. Mirë po, Kosova ka nënshkruar shumë marrëveshje bilaterale me shtetet për të shmangur taksimit taksave të dyfishta. Dhe është shumë e rëndësishme të marrë dokumentacion të dëshmohet që tatimi është pagu në vendin ku është bërë investimi, dhe këtu të deklarohet, pastaj ai tatim kreditohet. Do të thonë është esenciale që të vërtetohet që tatimi është pagu në vendin ku është bërë investimi. Marrëveshjet ndërkombëtare bilaterale për heqjen e tatimit të dyfisht janë shumë të rëndësishme, pasi që ato përcaktojnë nëse
e caktojnë faktikisht që tatimi mos të paguhet 2 herë në vendin e origjinës edhe në vendin e investimit, por të përcaktohet cili është vendi primar ku paguhet tatimi. Ajo është tepër e rëndësishme për një investitor, pasi që taksat e larta ndikojnë në ulje të fitimit. Këshilla ime kryesore për një investitor kosovar që dëshiron të investojë në një vend të zhvilluar, sigurisht botëror, fillimisht është të mos ndikohet vetëm nga mundësia që e ka ose që ju ka dhënë, mirë po është shumë e rëndësishme të investoj me një sistem ligjor, stabil, transparent, pasi që në kohë afatgjate, investimet në shtetet stabile, me politika fiskale stabile dhe me sigurime të lartë, janë më të rëndësishme se sa fitimet që mundesh me pas në vazhdimsi. Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell.